Po ta shikojmë, nëse do të bënim një paralelizëm për shembull, flavonoidet janë ato pigmente kryesore që i japin ngjyra të kuqe të theksuara bimëve të ndryshme, sidomos frutave, në sipërfaqen e tyre të jashtme. Për shembull, është rrushi, është molla e kuqe, që kanë plot flavonoide, por janë edhe bimë. Për shembull, unë kam marrë një gjethe rrushi, e cila është, si thuash, në atë pikun e plakjes së saj, po kjo ka një ngjyrë të kuqe të bukur, të mrekullueshme. Që është e dallueshme dhe nëse vendosim dritën. Po kjo edhe pak, po përgatitet që të kaloj nga e gjelbra në të kuqurent të ndezur, e zverdhur, krijon një shtres tape këtu, dhe pastaj era i kput ato dhe i hedh në tokë. Është e mira që neve këtë lloj gjetheje, për shembull, këto gjethe që ne i kemi kputur nga vreshti i Jahja, janë të mrekullueshme për këtë gjë. Konsumohen kështu të zira duke kombinuar edhe me hibiskusin? Mundet që ne ti përzijim, pra që të marrim flavonoidet nga kjo gjethja e kuqe, por njëkohësisht edhe flavonoidet që ndodhen tek petalet e hibiskusit. Pra, po të shikojmë quercetina, rutina, izoquercetina që ndodhen në brendësi të këtyre petaleve, po të shohim edhe petin gos që ndodhet te kjo, vëmë re që këto mikroelement futen nëpër arterje dhe ju japin atyre një elasticitet, në mënyrë që kur kemi një hipertension, ato të mos të rinë të ngushta, po hapet dhe bie presioni me njëherë. Doktor, me qënë se jemi të hipertensioni, pa ata që vuajnë nga tensioni ulët, mund të i kombinojnë këto çajra, pra kombinimin e hibiskusit me këto gjethet? Ne, kur të theksojmë anët e tjera negative, janë këto. Për shembull, ai që ka tensionin e ulët, këtë bimë mund ta marrë vetëm një gotë në ditë. Antioksidantët e fuqishëm që ndodhen tek këto gjethet e rrushit e bëjnë që çaj të ketë më shumë fuqi në trupin e tij. Pra po ta shikojmë, nuk e di, a do dallohet? Po dallohet, shumë mirë dallohet. Shikojmë. Ngjyra e kuqe, njësoj si arterjet. Tamam. Dhe të gjitha këto antocianinet që ndodhen edhe te kjo gjethja e rrushit, edhe ajo substanca aktive që e quajmë pra OPC, bëjnë që vetit kurative të kësaj gote çaji të na dyfishohen.